Duke qëruar oris, kur I thon Llafit, se në çdo 100 metra kishte një problem. Jo shpronësimi I pa bërë këtu, jo kanali atje, jo kablot e nëndhepshme të RTS më tutje, jo kolektori poshtë, jo lumi me klubit nën vete, jo përroi me lavazhin mbi vete, jo dreqi me leje, jo I biri pa leje, jo ky me legalizim, jo ai në proces legalizimi, jo ata që s'luanin vendi se kanë qenë me ne, jo ata që s'hapnin rrugën se ishin me ata, jo drejshri dhe bit që nxisin ato protestat me bllokime këtu e atje, bam bariu e bam I biri, bum falliu e ham I ati, derisa u qëruan të tërë dhe u krye edhe unaza e madhe e Tiranës. Bulqiz Martaneshi, Maqellar Peshkopia, ura e madhe e Kuksit, bashkë me viaduktet e rrugës Kombit, të tëra të mbetura në Havanë premtimeve dhe të pritjeve shumë vjeçare, u mbyllën dhe ato. Doli dhe rruga e Kombit nga ajo gryka e shishes, pa llogaritur gjithë peripecitë e tjera të saj. Janë aktualisht në ndërtim rruga e Ksamilit, zgjerimi I autostradës Tiranë-Durrës, segmenti I parë I bypassit Tiranës Vaçar-Kashari, rruga Ndroq-Plepa, bypassi Sarandës, rruga e Komanit, ndërkohë që segmentet e korridorit blu nga Baldrem Miloti, Milot Thumana, Kashar Lekaj, Lekaj Fieri, janë të tëra në përgatitje kantieresh, pas procesesh të ndërlikuara teknike dhe lidhjet kontratave koncesionare. Nuk I rëndita kot tëra këto, sepse janë vepra dhe një Shqipëri tjetër, ndër plot tjera që kemi ndërtuar dhe po ndërtojmë, një Shqipëri që s'ka asnjë lidhje me Shqipërinë e 700 tenxhereve që bullojnë për ditë dhe për natë, skandal këtu, skandal atje, shpërtheu andej plasi këtej, ikën të tërë jashtë nga Shqipëria, ikën të tërë brenda nga qeveria, bam, bum e bam, bum. I rendita sepse dua t'i ftoj të gjithë, ju që jeni këtu dhe ata që na kanë besuar drejtimin e Shqipërisë. Po edhe këdo tjetër që nuk ka frikë ta provojë ta marrë me mend, që t'ja heqin për një çast vendit të gjitha këto artere të reja dhe ta marrin edhe një herë me mend rrugën e vjetër për Dibër. Ato që nuk mbaronte kurrë. E kur ti thoshe Peshkopi, në fakt s'ishe akoma Mburrel. Të shkoj një herë për Vlorë dhe të harrojnë bypassin, t'i bie nga radhima dhe të fillojnë të kaptojnë llogaran, t'i ikin një herë për Sarand nga Gjirokastra përmes asaj rrugës me rrotullime, ku rrotullohesh dhe pastaj e gjete veten 2 metra mbi pikën ku ishe përpara se të fillojë rrotullimin dhe pastaj futesh prap në rrotullimin tjetër. Të provojnë edhe një herë sekën nga ajo rruga e mëparshme, që dikur e detyroi një shokun ton që bënte fushata ndej, t'ju thoshte kolonialëve çudi si e votoni ju Partinë Socialiste. Kujtohet ai shoku? Se u merua duke bërë atë rrugë. Dhe po ndalem me kaq se kam frikë se mos I zë rruga ata që po na dëgjojnë. Duke udhëtuar në për atë Shqipërinë asaj infrastrukturës së ububushme. Po besoj se çdo mendje e lirë nga urrëtia politike I mjafton kaq. Një udhëtim I shpejt, mbrapsht, në kohë për ta pranuar pa asnjë gajle vlerën e punës kolosale që është bërë. Flasim pak për hekurudhat se kollajt thuash ku I keni hekurudhat, pse si bëni hekurudhat, s'keni një hekurudh, s'keni, se nuk keni turp, nuk keni, por të rilindësh infrastrukturën e kurudhore nga hiçi, ku e katandisi liri demokracia e fillim viteve 90,
duhet jo thjesht një përpjekje dhe një durim shumë i madh, po dhe një reputacion i vendit, një situatë ekonomike dhe një aftësi financimi që deri dje Shqipëria nuk e kishte asgjë kundër. Tani më ne nuk kemi thjesht një synim